E ditë Allahu që e morëm nga kjo cila Allahu se thot Allahu ja warawadathu allati huwa fi baytiha. Ajo e ka provoku e që Jusufi ka në shtëpi të saj. Kjo është çka argumenton rawada veç preja kuranore gjuna argumenton për tekrar se ka bën një herë e ka provoku një herë, 2 herë, 3 herë, 10 herë, 20 herë. Për ditë ka pas ajo. Ajo e ka rrit ata. Ai tamam u bëhen në pubertetin adhore, ajo ka filluar 1, 2, 3, 4 vratje. Kjo është çka argumenton se Jusufi alayhi salatu wassalam nuk i ka rezistuar një herët. Që njëri më thonë, valla një herë edhe unë një herë kisha pështuar. Apo, që më ka provokuar dikush një herë, po u bana burri fort edhe ika. Ama jo, për ditë e ka provokuar. Për ditë që ka falë Allahu xhelalu ala e ka provokuar. Dhe i ka pas mjetët. Që kur ti kish mjetët a shumë ajo pasunike, ajo zengine, ajo në shtëpinë e vet. Kjo është rob, ky zguzon mi thon, ky do të më fol me respekt me ta. I do të më fol me respekt me ta. Ata shikoj që ka thon innehu rabbi, në fund ka thon marrë zotnia jam është ai. Burri jote zotnia jam. Ajo është që më ka rujt, ajo që më ka nxjerr pi bunari. Dhe çfarë argumenton kjo? Se muslimani ka mundësi provokohet për ditë. Po ai duhet me bëj durim. Jo njëri më thon, "Shilla, ti një 10 herë të më provokosh ama ka 11 e hupi sabrin unë." Apo ka plot një musliman për shembull e ban plan krije, këshire thot, deri që ka pas sabër, po me ba mu gjindur në një pallat, a këshe pas sabër mu gjindur në pallat? Se ti për shembull ka njerëz që thot, elhamdulillah jam të erujt vetën. Mu kanë që të erun vetën. Si cili për neve vezër du të me ba një jetë, që në qëfar do gjendje që t'jam, unë s'kisha ba qatë vej për t'lik. Dush me ba një jetë. A i dinim se vezër? Sepse që ki një jeti, se kur nuk e vaj këtë punë e ka rujt Jusufin a.s. Bile, këtu nuk i ka thonë kësaj gryjes, hiç nuk i ka thonë të t'ju Allahit. Nuk i ka thonë të t'ju Allahit. Ka thonë marë e burriot. Pse i ka thonë marë? Do vim pase? Sa jo se ka morë vesh Allahit. Ka do njerëz mi thonë për shembull ki frikë Allahit, thotë lebet i Allahit, unë du me e bë këtë punë. Andaj dhe shikoj Jusufi a.s. na mëson edhe me të kësajna se provokimi një pashershëm, një herë, 2 herë, 10 herë, 100 herë, nuk e bani këta me thonë, valla, boll, 99 herë durova, 100-ën s'muj me duru mo. Jo, dhe kemi duru 100 herë, 1000 herë, derisa shpotojnë nga kjo dunja dhe sprovat e kësaj dunjaje. Dhe kjo dhe nuk o veç për sprovën e zinajës dhe joshjes, por gjitha sprovat. A unë me thonë, sikur tash Ramazan, a gjërova 6 dit, tash a duhet dherin fona, po dhe dherin fona duhet, derisa të bëhet bajram. Andaj duhet me bëhet sabër dhe zë në dunja, derisa të bëhet bajram në gjennet. Jo një thotë, valla une, a di pikur jam të bëhet sabër, kur kush sa të ma dit, po që të Jusufit, kush a di a dit? Kush a di a dit që të Jusufit? Allahu xhelal ala. Veç Allahu ta di. Andaj ti ban sabër për me bëhet bajram të gjeneti, Allahu te bareke ve teala, Allahu na bëj gjennet live ja rabbel alamin. Gjithashtu vëllezër, nga ajo që e marrim nga kjo ngjarje, cila është fjala e gruajes së princis, princeshës, wa khallaqat al-abwab. Dhe i msheli dyrt. Është çka argumenton vëllezër se gjunaat bëhen vetmi. Dhe si vëllezër të parët e muslimanëve ju kanë tutë shumë vetmijës. Apo thon pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, 2 njerëz nuk i kanë xhenemit. Njëri i cili ka pluhros, kam të tina rrugt Allahu xhelala në luftë, dhe i dyti i cili vetmohet dhe kanë për Allahun te bareke ve teala. Shikoni, vetmohet dhe kanë për Allahun te bareke ve teala. Ka thonë çdo 2 njerëz në xhenemi haram e kam i prek. Allahu na vop trupat tonë që xhenemi të ketë haram me i prek. E pse o vëzër vetmia? Pse vetmia? Se në vetmi njerëzit bojnë gjunahe. Paramendoni një njeri në qatë vend ku shumica e njerëzve bojnë gjunahe, ki kanë për Allah. Që ki vetën dhom, mundet çka s'mos me bo. Mundet me një telefon, mundet me një televizor, mundet me fol, mundet me mbyll me dikan vet. Që kam. Paramendoni një njeri vëzër, hem çështu vet, kërkon se ka, këtë mundësi i kujtohet Allahu dhe kanë. Thot për mësam që ti Allah, që këti njerit, thot xhenemit mos ja prek trupin. Se kjo vëzër vetmia e be gjunaj. Shumica gjunave vëzër kur i bonjës, në rrug, anë vetmi. Andaj ku erdhen këta kur e gjujtën bunar vllavin e vet? Natën. Pse natën vëzër? Se sinin i kallzon si të rrejt. Erdhen disa njerëz te Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Prisi i tretë i muslimanëve dhe sahabia i tretë i sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Hinën në shpinën e tina, edhe çka ju tha Uthmani? Ato kishin një detyrë, një punë, edhe hinën, ju tha Uthmani, tjera herë, kur të hinën shpiteme, mos këshirni rrugës zina.
Shiko vëzër, po armuni shfarë mu, ti e takoni njëri thuk shirë, Allah, qëra kur pish kafe me mua, mos i kullot sint. Qka t'vjen mi thonë? Qysh me Allah, po koj ditë që unë këm kullot sint. A t'vjen që kjo mi thonë? E ata i thanë, ja, o prisi muslimane, po ku e ditë se na kena këshirë? Tha, po më kallëzojnë si të ju. Po më kallëzojnë si të juve haram. Andaj këta ardhën natën që mos ja u shove baba sint Jakubi, sint kallëzojnë që se na tukajt. Andaj kanë thonë arabët, nuk ka nana si ajo që ka paguhet me pare. Për para, arab, kër i ka dek dikush, por shembull se ka pas nanën, apo s'ka pas hala ose teze, e ka morë për shembull dikush për familjarëve, e ka paguajt një gruje që di me vajtu. I ka thonë çe parët, na ka dek neve djali, kaje. Arab që kanë thonë, ama s'di me kaj si nana kjo. Te nana ka në original, kjo ka alë për pare, bemi paret edhe, apo, andaj për shembull t'ja ki pa, njerëzit kur kënojnë, ndash ilahia, ndash kajka. T'ja menon se aja për një mehat e përjetu ata, jo marë se të martoj edhe atë bemi paret. Kështu ka qenë gjithmonë. Vetmia e bje gjunajnë. E nëse vetmia ta bje vëzër devotshmërien, kjo në nivel i lartë. Shiko vëzër, kjo janë mbylli dyrt. A në vëzër të ruhemi nga mbyllja e dyrve. Kur ti esh vetë, kur të qe kërkush. Apo, andaj e nari dikush prej tabinve, një prej o gjallarve të tabinve, dhe i tha dikush për gjematlive, o, ma jep një nësihat, se o bin gjuna. Qka i tha? Mos tjetë sini zotit, sini ma i nënçmum të ti. Kini pa disa njerëve zot, që dhe neve në ndohë. Vallaj do puna vjen marë mi ma para njerëzve. Apo, vallaj ka njerëzit të cilat sikur që ka thënë Abdullah ibn Abbasi, tutët kur t'ja qele derën gruja qika vetë. Apo, i dridhët zemë, shka hine pa vetë muhe. Apo, kjo ketë ju ndodhe zot. E mirë dhe zot, po ti qikat e ka qërën ti ka nxerë mend. Po Rabbul Alamin atë të pamër për ditë të e bëha gjuna. Allahu atë të pamër, dhe që ka i tha, mos e banë sinin e Allahit ma në si. Allahu të shërë vazhdimisht në e lanë, ani Allah në të mshofe. Po si Allah në të mshofe? Po ta tavullu zemë, o të malkon që atë edhe kur mos në qonë krije. A në dhe zërë, shiko, mbyllja e dyrë, pse i mbylli dyrt ajo? Sepse të këqia të banë kur të mbyllin dyrt. Apo, shiko në shumice, fatkeqësisht Allah ju uzov të gjithë muslimanët, ja Rabbel Alemin. Kur ti mshelin dyrt, vëzër ndodhe keqja. Kur ti mshelin dyrt, ndodhe keqja. A në vëzër, të mësohemi që në vetmi të mobilizohemi ma shumë, se Zoti ato na patash. Se na për jashtë për shembull pak e kena këtë se njerëzit janë. Edhe njerëzit kanë shtypjen e vet. A keni pa kur shkon për shembull para një objekti thotë kujdes ka kamera. Ti mbledhësh pak. Apo mbledhësh. E vëzër, s'ka nevojë muslimani me nuk kamera. Ai e ka mbikëqyrjen e Zotit Rabbul Alaminit. Andaj kjo i mbylli dyrë vëzër për çfarë? Që të argumenton se kjo është ma atmosfera për me bëhat punën të cilën e ka dëshirua ajo për Allahu Gjellola e ka rujt Jusufin alayhi salatu wassalam. Pasaj ka dhanë ve qalet hej telek. I ka dhanë ajde unë jam gati. Unë jam për tyje. U bona hazër për tyje. Hej telek. E kështu më radhë. Kjo dhe zë qka argumenton? Se zinaja paraprijet me lafe. Zinaja paraprijet me lafe. S'ka në dunja dikush thot qysh kesh të flet të shpia veç kër e kum pa vetë në hotel. Ja, ve s'ka. Nuk ka qështu. A ka dunja? A ka ras në dunja? Qysh u kanë të falë veç ta kër e pash vetë në motel. Jo, ve s'ka qështu. Po shka ka? Fjallë. Shkëmbim fjallë. Një mesaj. Apo, tu blej dikun, a je mirë. Qysh je? Apo, bani selam babës. Bani, sa me hini mua vetë. Apo, e që kjo dhe zë shka bje? Shikimin. Apo, Ibn Qayyim el-Juzeyri thot, kur ta kshirsh një femën si, ja ke gjujt një shigjet asaj edhe ajo të ka gjujt tinje edhe janë lidh. Apo, edhe ti tash ke shku të shpia si reti asaj për para. E nxerr televizorin, aty ka lajma ma ti dalajo qika. Ketë kjo dhe se shka argumenton se te ke provoku me fjalë. Andë dhe shiko, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka mësue ketë musliman që të ruhen edhe sidomos gratë që të ruhen fjalë. Allahu xhelal ka zbrit Kur'an ajet dhe ka thënë në Kur'an wala takhda'na bil qawl, mos e lakoni zanin ku të folni. Se ti kur e lakon zanin e provokon burrin. Kështu e ka kriju Zoti. Apo, kështu e ka kriju Zoti. E mirë vëzër, kjo çka argumenton se para hyrja zina, cila është fjala, ruju fjalëve. Andaj Allahu ja nuk than Kur'an mos bani zina, ja. Wala taqrabu zina, mos ju afroni zinajës. Njëherë shkon me kajk, njëherë shkon me televizor, njëherë thot ajo shikimi, pastaj thot më foli be mirë, ma la amël,
këto vëzër këtë janë duhet me pas kujdes, nalli japim fillim, mos gabo me fol, hiç. Edhe sidomos tregtarët, vëzërit musliman që kanë tregti, e kanë dyqane, që sprovohen me hyrje dalet të gjinisë së kundërt, apo burri për shembull punon hin gratë, apo gruaja punon hin burrat. Çka duhet me pas kujdes? Mos veç ajo çka është zyrtare aty. Çeko e ki mallin ec. Pse? Sepse ti po i dhave mundësi, shikoj vëzër kjo i tha, qalet, pse na kallzoi Allahu neve çka fjalë? Çka na duhet me na kallzoj çta? Pse se heki Allahu çka fjalë? Për me të kallzuar tyje se zinaja ka nis, ka e folmja. Një mesazh, venditi mesazh. Treti mesazh, mos anena, jo unë i mirë, jo ashtu, edhe në fund ndodh më e keqja. Zoti na rujt. A do të kemi kujdes, sepse pastaj njerëzit vëzër zinaja, shikoni vëzër çka ka bëu Allahu zinaja të keqe. Në dunja vëzër, nuk është e shumtuar të njerëzit shirku dhe kufri sa zinaja. Në do të vim se Jusufi a.s. do të jetë shembull për imanin, edhe për tauhidin, edhe për islamin, që të ja u kallzon këtë popullit të Egjiptit, po fillimisht aty në dostave në burg çka i ka pas. Aty në shokëve të burgut çka i ka pas. Mirë vëllezër, shikoni në botë, kur dojnë me rrëzu dikan, një qeveritar, një perandor, një ministër, një kryeministër. A thojnë, kjo bo pagan nxerrën e piktu. A keni pa që ndonjë skandal në botë? Ka bo shirk nxerrën e pipostit. Jo. Kur dojnë me rrëzu dikan, çka i bajnë? Thot, që kaseta koha, a i të bo djeli mira, del. Që ka në qatë kasetë dhe zër? Skandal zinaja, kur gjatë jetë? Skandal zinaja. Andaj dhe qiko, ndërkombëtarisht zinaja dërdzon. Andaj edhe në kohën e Jusufit, edhe në kohën e Egjiptit, që s'janë kanë këta musliman, këta që ka Jusufi o të ta, edhe këta e kanë di që janë zinaja keqe. Bile, a e dini gruja e ministrit, që sheshti Jusufin burg? I thot burrit vetë, shtinë këta në burg se ka dash me ta prek në derën e grujës. Do mon zinaja ka dhe keqe, apo? Shiko, kjo ka dash me bo zina me ta, në funi ka thonë burrit vetë, shtinë më në burg, se, bile ka pas propozima, i ka thonë, vrite. Myte, ja ki ka me bo këtë mund me mu, ja vrite. Shiko dhe se kur shkon? Ja myte, ja shtinë në burg. Pra vëzër, zinaja ndërkombëtarisht është punë e ligë. A ka mundësi të musliman mu zbut kjo punë? Asesi. Na duhe vëzër musliman, nëse të qafirat zina janë skandal, bon, të qafirat nëse janë nxerrë një kriministit skandalin e zinajes, ati ja di thonë shkarkojo, ec ka shpia, ec shko, s'mun është më konti mo. Po para më vëzër sa du të më konti musliman kjo? A duhet na mutut vëzër musliman që përna del dikush për muslimanve e përna e merë ftyrën? Kjo turpi malë vëzër. Zgudzojnë na musliman vëzër mutut se përna del dikush për neve e zotin arruj që ka po. Nëse të qafirat kjo a punë e ligë, të na? Apo, të na du të më kanë alama e madhe. Andaj shiko dhe zërë, para prijet me qëfar? Para prijet me lafe, me fjalë, me joshje, sa e mirë, sa e bukur, e kështu me radhë, pastaj vjene e keqi. Andaj këta na e tregoj Allahu te bareke ve teala. Vazhdon Allahu gjithë dhe thot, qal, ma'ad Allah. Tha Jusufi, a.s. ma'ad Allah, mazallah. Me adhë Allah dhe zërë është, Allahu është aj për të i cili strehona mësë me ranë këtë keqe. Që kjo a mazallah që e përdojnë na. Mazallah i bje me adhë Allah. Allahu është aj që ka me mrujt për që zetë keqe. Ato në mazallah. E Jusufi që ka tha, me adhë Allah. Me adhë Allah. Kjo dhe zërë shka argumenton se goditja e parë kundër të keqës është mustrehu të Allahu gjelluala. Mustuj e njone vetën var burri jam, s'ka këtë burni këtu. S'ka këtë burni. Këtu është veç Allahu xhel xelalu. Andaj thot Allahu te bareke teala në vazhdim në ajetin tjetër që do ta morna, kedhalika linasrifa anhu su. Na e kena rujt Jusufin. Shikoj Allahu do na e kena rujt Jusufin. Vallahi mos ta morë mendjen çfarë do lloj sprove, qoftë joshës me gra, qoftë joshës pasurisë, qoftë joshës forcës, qoftë pushtetit, qoftë namit, qoftë statusit në shoqëri. Çfarë do lloj sprove që ti me të cilën sprovohet, qoftë në familje, mos mendo që ti ruhesh vet. E di unë, jam i fortë unë. Së në mashtron ki muhe, vallajt mashtron. Dhe Jusufi nëse ka thonë, do të vim ma andej dhe zërë, pak para se me hi e në burg. Jusufi ka thonë, o Allah, rujëm se këto s'po e ki ndorë për kësaj pune. Nëse s'u runë ti, mos po lakoj. Njeri dhe zërë, njeri. A dhe Allah u gjaj ka kryu burrin, ta nushëm ka gruja dhe anas jeltas. Andaj ruju dhe gjëja e me thonë s'provë, cilja ma adhë Allah, maz Allah, Allah i më rujtë. Dhe zërë, shiko, të muslimant, seni i funit ta, shash veç Allah i më ka metë. E për në fillim shau bo, po këllave të Allah i në fillim.
Apo, a keni pa vëzër, njeri kitë manovrat i ban njerë. Edhe në tregti, edhe në biznes, edhe në punë të veta, apo, edhe në punë thot, unë është ashtë thot i mora ketë, është ashtë si dojë Allah. Jo dhe zë, prim fillim si dojë Allah. Ti strehot, prim fillim. E pastaj, ti kalzohu burë. Se Allah e lavdron, në fund i thot Jusufi, që kjo burë? Që kjo burë? Allah, nuk jam mohon që Jusufi o rujt. Ama, në fillim që ka tha, o Allah, rujo. Dhe zërë, duhet në gjasë prova me i lutë Allah. Në ta shenë në Ramazan, jena të ninum. Allah e bërë kabul për neve. Me që këtë ninim, që ka në të dash me bërë dhe zërë? Në një të thanë Allah, Allah, unë e lash bukën. A mune gjenemi së një hiki. Ti vesh mune është me më shpudu për jeti gjenemi. Së së mune është me hikë gjenemi, dhe zërë. Së mune është s'kita ka, se a i hatë qka ka para teje. Krete ha. Andaj ti të thonë Allah, o Zot, për ti e kam lën bukën. Andaj që ka thonë të pejnë nësam hadith, që e kanë zirë imam Ebu Dawudi. O Allah, për ty a gjërova. Që ose kjo më ana, për ty o Allah a gjërova. Se sikur i thuti Allah, o Zot, unë zdi me që më rujt. Pas me bo një punë për hatër tanë. Për ty a gjërova, me riskun tanë ba iftar. Sa zbuka sa jemja. Ti ma ke qua Allah. Sa njëzit dhe zërë të hangër habitën. Habitën. Se kjo riski Allahu gjeluala. A dhe zërë në kitë gjasë provave, më starojnë a këtë mësim të Jusufit a.s. Me adhë Allah, mazë Allah, Allahu mrujt. A dhe zërë, strehohemi gjithmonë Allahu gjeluala. Sikur që Jakubi i pari qka i tha, dhe sabrun gjemilu Allahu l-Mustean. Kër i tha në Jusuf e hangë ruki. Qka tha? Qka tha? Dhe zërë ka mujtë me thanë, sikur që ka thanë Abdullah ibn Abbasi. Ku e gjetët dhe që këtë ujë qatë meqëm që pe hajka njerin pa ja grisë këmishën. Si ja tha qështu? Se e shpegum se djali ja ka bo. Ki djali njëni djali ja ka bo, djali tjetër. Po shfa tha, Allah im një muftë. Dhe zë kur ti thush ti Allah, kështu, o Allah, unë s'po di mo. A mu që para më uzër, ti mere me njeri, mere me një njeri. Ti e fukara, edhe kini do zëngin. Apo, e ti e munu, me punu, me bo një shpi, supozimisht. Edhe i thua ti do që do Allah, unë i mora be këtë sebepët mu. A mu është me Allah me më një muhe? Se vesh tim kimet, shembo. Nësa janë zëngin edhe e ki dost, qatë thot, riverat unë e gri këtë pun. Njeri thot, riverat se unë e gri këtë pun. Kure shesit të ti për një me i munue. Apo, ama jo ti ko kërshpinës, s'po një mojnë vla muslimant. Do në halë, që me të një mu? Pe jam sa merë një njani dhe i tha, ja Rasul Allah, s'kam pare. Nuk i tha me sa po, ka talë se unë e kam. A pe jam sa më dhe zërë, a disa i gjimer ta. Pe jam sa nuk i dhimë dinari, ka vdek a.s. me borç të jehudia. A di pse ka vdek me borç, dhe zërë? Se parët e vetë aja i të muslimanve, e pasaj shka me angërune, o detiru me pak pare, me ble hurma, ka me të borç ka lën hipotek. Pse? Se unë ju një mova tjerëve. Me gjitha ta, që ki i gjimerti, erdi njëri dhe i tha, ja Rasulullah, s'kam pare, kam familje. Qka i tha për jënë? Meri do dru, drejtoj i pak, lidh, qitin pazar, qitin. Apo, zakonisht dhe se muslimat, shka presim? Minjarë thot, hishala është i dorën ka koleta. Ka dalë dhe para se me ishtë i dorën ka koleta, ja panda një qka thonë. Mësos është ai i cili ta mëson peshkimin, jo ai që t'ja peshk. Është mirë ti mi dhanë dhurata dikujt, merë që këtë kese. Apo, ama, ditën herë, dhëtën herë, Allah, po lëvis pak ti. Lëvis është ashtë në, a jam të rujtë gjenaza a njeri. Bon, njeri, du të me di dhe zërë, se pejgamberi a.s. e ka dosh lëvizin, vetë ka punu a.s. O dhe zërë, dërej që kanë punue, Fatimja, radiallahu anha, thot, na i dajti Aliju punt muë, edhe në nëzvet. Thot, që to grisat që ka i kam, që to të parat e durve, e kam të e bo milin. Fatimja, radiallahu anha, qika e pejgamberi sallallahu alaihi sallam, loçka e ti, gruja Alijut, ka punu me dorën e vet. E na do muslimani gjena më zotni se Fatimja. Së mund është më bo Allah. Nëse Allahu që i ka thënë Fatimës, ti puno, ani pse jetë qika pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Pejgamberi sallallahu alaihi sallam ka punu, vet alaihi salatu sallam. Ebu Bekër e Sidiku ka punu shumë. Abdurrahman ibn Aufi ka punu shumë, milioner u ka bëhe. Shiko dhe zër, këtë argumenton dhe zër, se nuk ka kontradikt mes të mbështeturit në Allahun dhe me thonë me adhë Allah. Na i dim se Allah i e qonë riskun. Me e mor sebepin. Pasaj qka i tha dhe zër, tha Jusufi a.s. Inne bi ahsene me të vaj. Tha, jo, tha, është zotni që kam ka rujt, ka më ka përgadit vendin e mirë këtu në palat. Nuk shpotojnë zonë qarë.